Në pyllin e sodës ka nisur një projekt për pastrimin e pishave të cilat janë rrëzuar dhe që përbëjnë rrezik edhe për këmbësorët, por edhe drejtuesit automjeteve që kalojnë nga kjo zonë, e cila është mjaft e populluar, sidomos gjatë sezonit turistik. Një zonë e cila hyn edhe në një nga destinacionet turistike të Vlorës. Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës ka nisur kështu aksionin për të pastruar territorin e pyllit të sodës nga pemët e rrëzuara që janë një problem vete. Pamjet që po ndiqnin në ekran janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora këtë të premte, ndërsa sjellin momente nga aksioni për pastrimin e pishave, të cilat tashmë janë të rrëzuara dhe që përbëjnë një problem shumë serioz prej vitesh. Për pastrimin e pyllit, heqim këto të vjetra, të kalburat dhe do mbillen të tjera. Do grumbullohen këto të vjetrat, pastaj do fillojnë punimi pastrimi që vijnë punëtorë për mbjelljen, seleksionimin e gjitha pemëve. I keni evidentuar zonat ku janë? Janë inxhinierët në punë, është komplet pyjore që janë vinë çdo ditë, kontroll kush janë të vjetra, që janë kalbur, do priten, do pastrohen, edhe do hiqen. Pastaj do mbjellim tjera fidana të ri. Duket që ka një numër të konsiderueshëm apo jo? Ka janë shumë të kalbura dhe të rrezikshme për njerëzit. Se kush rrin tu poshtë nuk e kupton se po të fryera direkt ato i bin kokë. Edhe larg qovë me qenë edhe fëmijë, i këput ata, i mbyt. Paraqesin rrezikshme. Shumë janë gjitha, sepse rora nga era tepërt bin poshtë, nuk ka rranj shumë të forta. Plus janë shumë të dendra të kalbura. Sa do të vazhdojnë? Deri në 10 orë pastrimi, që të mbaroj pastrimin, pastaj fillojnë komplet evidentimi dhe mbjelljen e fidanëve të ri. Parashikohet i gjithë pylli i sodës? Me pjesë, 1 muaj, 2 muaj, sa të vazhdojnë sipas standardeve që vendos pyjorja pastaj. Pas përfundimit të pastrimit të pishave të rrëzuara, pritet që të ketë edhe një tjetër aksion për mbjelljen e bimësisë së re në pyllin e sodës. Po, për mbjellje, sa të marrin të pastrimi, do bëhet mbjellja fidanëve të ri. Do seleksionohen të gjitha, që të jenë paktën me parametrat e veta, që të jenë edhe larg njëra tjetrës, jo aq afër. Kështu që duhet punë deri nga viti i ri se do vazhdojnë. Pastaj do vazhdojnë tjerët punëtorë që do pastrojnë degët e vogla, të kalbura të hiqen. Projekti për pastrimin e pyllit të sodës nga pishat e rrëzuara do të vijojë deri në fund të këtij viti, ndërsa ai do të shtrihet nga pylli i sodës deri në Zvërnec.